Ne do të themi që në kryet herës se e gjithë si thua dëmi e bie mbi fermeri. Po. Nuk kemi sistem sigurimit në bujqësi, pra nuk kemi si thua produktet bujqësore apo kafshat apo serat të siguruara, jo për fajin e fermerëve, po se asnjë agjenci nuk merr përsipër të sigurojnë bujqësinë dhe produktet e bujqësisë, sepse janë me risk shumë të lartë. Pra, përgjegjësia dhe si thua barra e gjithë kësaj sakrifice dhe dëmi bie mbi fermerin. Mund ta themi pa ndroje, pra në këto 13.000 hektar tokë, po janë akoma më shumë, po duhet themi se janë edhe në zonat më pjellore të Shqipërisë, siç është Shkodra, Lezhë, Lushnja dhe Fieri. Po. Dëmi është pothuajse 100%. Pra gjithë cikli i prodhimit të vjeshtës është shkatruar. Sepse shohim pseudo-specialistë që thonë uji 93 ditë, uji 95 ditë, jo dëmi nuk është i plot, pra ajo sipërfaqe që përmbytet, që rrin më shumë se 3 ditë, përgjithsisht dëmi është i parueshëm. Pra nuk është një kulturë, është diçka ndryshe me kulturat frutore, cilat kanë një qëndrueshmëri më të madhe, po sidomos serat, perimet, është dëmi shkon në rreth 100% të gjithë produktet të pritur. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është që po ndodh një fenomen tjetër, që është fenomeni i ardhjes së ujit nga deti ose nga laguna. Ka ndodhur së fundi në Lushnjë, ka ndodhur në Lezhë, në zonën e Rrilës dhe Tales, dhe ky është një dëm më afatgjat. Sepse futja e ujit të kripur dhe përmbytja e tokave bujqësore rrit në nivele shumë të mëdha, me 2 deri në 3 herë nivelin e kripëzimit të tokës. Dhe në këtë rast nuk kemi më vetëm përmbytje apo dëmet e një sezonit, por kemi, si thua, dëmtime të cilësisë së tokës për një kohë të gjatë, që shkon deri në 10 vjet. Dhe duhet që të merren masa nëpërmjet shplarjes së tokës me ujëra të bollshme gjatë periudhës verës, gjë e cila nuk ekziston, se s'kan fermerët ujë për vaditje, dhe që të bëhet e rimbjellur apo që të arrihet prodhimi maksimal pas 5 deri në 10 vitesh. Unë dëgjova ministrin e bujqësisë që jepte një fotografi që po mbylleshin agjinaturat me ekskavator në zonën e Lushnjës për t'i mbrojtur nga përmbytja e detit pasi kishte ndodhur përmbytja. Pra, në fundet ai po mundohej vetëm për momente të bënte një prit, po uji futur në ato toka e kishte bërë punën e tij, e kishte prishur cilësinë e tokës. Pra gjendja është shumë e rëndë, mos harrojmë se edhe para pak kohësh kishim një situatë shumë të vështirë me temperatura shumë të ulta, ku një pjesë e serave në zonën e Lushnjës, Beratit dhe Fierit u prishin pothuajse 100% prodhimi i hershëm i perimeve, i kastavecës dhe i domates, pra si thua erdhën 2 fatkeqësi njëna mes tjetrës dhe fermeri po i përballon këto situata të vështira vetëm pa ndihmën e shtetit shqiptar, madje i braktisur.